Pra në pyetjet e gazetarëve në raport me qëndrimet e presidentit Trump, ai ka shpreh edhe një herë vullnetin e qeverisë së Republikës së Kosovës për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ne kemi konsideruar që ky normalizim është i mundur, por është jashtëzakonisht e rëndësishme presioni mbi Serbinë. Pra, ata të cilët në vazhdimsi kanë qenë destruktiv në raport me këtë proces është Serbia, prandaj edhe ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është tejet e rëndësishme që ky presion të vendoset mbi Serbinë. Ne mirëpresim në vazhdimsi rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Republikën e Kosovës. Ata janë partner strategjik, siç e ka përmendur edhe kryeministri Kurti, prandaj roli i tyre është jashtëzakonisht i domosdoshëm. Sa i përket seancës së sotme, unë vlerësoj edhe një herë që është qëndrim i papërgjegjshëm, pra politikisht veprimet e opozitës janë veprime të papërgjegjshme. Juridikisht janë shkelje të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe shkelja e gjykimit të gjykatës kushtetuese, për cilën ju e dini që kemi folur tash e sa kohë. Unë uroj që opozita të reflektoj, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që ata të marrin pjesë në votim. Edhe një herë po e përsëris që nuk themi që ata duhet votojnë domosdo po. Ne po themi që është e rëndësishme që opozita të marrë pjesë në votim, e ka obligim kushtetues bazuar edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, pra ata duhet votojnë për, kundër ose të abstenojnë. Gjithçka zgjivet në qoftë se opozita vendos të kryejë detyrat që i ka, gjithsesi deputetët nga radhët e opozitës vendosin që t'i kryejnë përgjegjësitë që kanë raport me kushtetutën dhe gjykimin e gjykatës kushtetuese. Lëvizja vetëvendosje që nga seanca e 15 prillit ka shpreh vullnetin, kontributin, gatishmërinë për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Qëndrimi jonë është i qartë, duhet konstituohet kuvendi sa më parë dhe pastaj t'i hapet rruga qeverisë. 34 herë keni prit opozitën, nuk përbojnë. A ka ndonjë propozim tjetër, ndonjë rrugë tjetër nga lëvizja vetëvendosja? A kanë me u bë 34 herë tjera që keni me i prit edhe ata nuk kanë me votu? Së pari, secili deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës kur të vijë në seancën konstituive duhet ta ketë të qartë që obligimi i tij apo saj është që të votoj për, kundër dhe abstenim. Lëvizja vetëvendosje që nga 15 prilli ka votuar për. Pra vota për nuk është vot bllokuese dhe gjithçka që ka është varur nga ne e kemi bërë. Ta zëm, ne do të ishim bllokues në qoftë se pas vitimit të deputetëve nuk do të bënin propozimin për kandidatin për kryetar kuvendit, siç ka ndodhur në kaluarën për 2 muaj radhazi PDP-ja se kishte propozuar emrin e kandidatit për kryetar kuvendit. Po ne s'e kemi bërë këtë, e kemi adresuar përgjegjësinë që kemi. Prandaj kemi thënë që është e rëndësishme që të jemi bashkë, që të jemi të unifikuar, pra që të ketë unitet në raport me konstituimin e kuvendit. Pastaj kur vjen puna te qeveria, përgjegjësia i mbetet te vizet dhe vendosja dhe mandatarit. Zonja Agjiu, ku përmendën tash në pushimet verore, do të shkojë kuvendi në pushime? Ka pushim pa konstituim. Kjo është e qartë. Faleminderit.